Të nderuar të pranishëm, i nderuar zëvendës kryeministër për qeverisje të mirë për qeverisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, zoti Arben Fetaj, i nderuar deputet i popullit të Parlamentit të Republikës së Maqedonisë, doktor Ilir Hasani, почитуван градоначалник на општина Куманово, господин Максим Димитриевски, të nderuar këshilltar të sapo zgjedhur të Këshillit Komunal të Kumanovos, почитувана господја Иван Gjorgjevska, të nderuar udhëheqës, drejtor të institucioneve të ndryshme komunale por edhe shtetërore, mirë se keni ardhur në Akademinë solemne kushtuar 80 vjetorit të themelimit të shoqërisë kulturore artistike Bajram Shabani. Një përshëndetje posaçme edhe për mediat që po përcjellin këtë event kulturor. Почитувани добрани дојдовте на свечената академија по повод 80 годишнината од постоењето на КУД Bajram Shabani од Kumanovo. Përmes kësaj akademie solemne, dëshirojmë që t'i përkujtojmë të gjithë ata që për 8 dekada themeluan, zhvilluan dhe ngritën në majat më të larta ansamblin e këngëve dhe valleve Bajram Shabani. Gjithë këto vite të aktivitetit të bujshëm, të anëtarëve, të palodhshëm të ansamblit do t'i shijojmë përmes një filmi dokumentar të titulluar 8 dekada gjurmë, të cilin do të përcjellim në pjesën e dytë të akademisë. Pjesën e parë të akademisë e fillojmë me një fjalë përshëndetëse të kryetarit të ansamblit të këngëve dhe valleve, zotit Dritan Ramadani. Dritan, fjala për ty. Përshëndetje për gjithë juve. Поздравдосите вас, почитуван градоначалник, председателка на Совет, и нderuar zëvendës kryeministër, deputet Ilir, këshilltar komunal, biznesmen, të cilët na përkrahni vazhdimisht, shumë faleminderit, aktivist të kahmoqëm të denjë të shoqërisë kulturore artistike Bajram Shabani, Këshilli organizativ në kryeme në gjatin dhe të gjithë këta aktivista që nuk e kanë harruar aktivitetin, që nga mosha rinore, fëminore e tyre. Të nderuar drejtor, funksionar të tjerë, udhëheqësa sektorësh, mbet kush pa e përshëndet, më mduket, këshilltarët i përshëndeta. Faleminderit që keni gjetë kohë. Blagoram što najdovte vreme do odvojite za ovaj golem nastan za gradat. Në emër të shoqërisë kulturore artistike Bajram Shabani, ju dëshiroj mirëseardhje, faleminderit shumë. Unë besoj se sonte do të keni rastin ta shihni një pjesë të historikut, i cili është prezantuar përmes një dokumentari, i cili nuk është edhe aq i shkurtër, po besoj se nuk kemi arrit gjithçka të prezantojmë dhe të shfaqim këtu para jush. Edhe njerë faleminderit, ushtetnash blagodaram, nasit e vas qestit i den nagradët, për të gjithë ju urime edhe festat e nëntorit, nesër kemi koncertin e madh me rastin e 8 vjetorit, pas nesër fillon festivali Balkan Fest, festivali cili ka përmasa balkanike, edhe me musafir të ndryshëm nga regioni balkanik dhe nga Turqia. Besoj se do të kaloni këtë dita të mira dhe çaste të këndshme me shoqërinë dhe me organizimet e shoqërisë Bajram Shabani. Faleminderit shumë. Falenderojmë kryetarin Dritan Ramadanin. Natyrisht kur punohet edhe harrojmë do kenë pa e përshëndetur, një përshëndetje të përzemërt dhe speciale për një mik që kur nuk ja ka ndarë shoqërisë Bajram Shabani, gjithmonë ka qëndruar pranë shoqërisë Bajram Shabani. Përshëndes për zotin Feris Dervishin.
Tani, të nderuar mysafir, para jush ftoj ta merr fjalën zëvendës kryeministri për qeverisje të mirë, zoti Arben Fetaj. Zoti Arben, urdhroni. Mirëmbrëma të gjithëve, të nderuar përfaqësues të jetës kulturore, të dashur antar të ansamblit Bajram Shabani, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të nderuar motra e vëllezër kumanovar. Është kënaqësi sigurisht të jem sonte këtu në mesin tuaj për të shënuar të 10 vjetorin e Bajram Shabanit. Një institucion që jo vetëm që e ka ruajtur gjuhën dhe këngën shqipe, por ka qenë edhe burim i rëndësishëm i identitetit dhe krenarisë kulturore shqiptare në Kumanov. Ka njerëz që shkruajnë historinë me penë, por ka edhe të tillë që e shkruajnë me këngë e me valle. Kështu është shkruar historia e Bajram Shabanit me një përkushtim që nuk ka kërkuar duar trokitje, por kujtesë. Siç thoshte Ernest Koliçi, një popull që e harron këngën e vet, e harron edhe shpirtin e vet. Prandaj sonte nuk po shënojmë vetëm një përvjetor, por po nderojmë kujtesën e gjallë kombëtare, një urë që lidh të djeshmen dhe të sotmen me të ardhmen. 8 dekada më parë, njerëz të thjesht, por me shpirt të madh, vendosën që përmes artit ta ruajnë vetdijen, përmes këngës të mbajnë gjallë gjuhën dhe përmes vallave të ngrejnë lart flamurin e identitetit. Ata nuk kishin skena të mëdha, por kishin zemra të mëdha. Ata nuk kishin buxhete, por kishin besim se kultura është forma më fisnike e rezistencës. Bajram Shabani u bë simbol i një populli që e ruan gjallërinë e vet edhe në kohë të vështira. Kjo ansambël nuk është vetëm kujtim, ai është pjesë e ADN-s kulturore shqiptare në Kumanov. Popull që këndojnë edhe vallëzojnë, kur nuk pushojnë së ekzistuari. Ata mund të sprovohen, mund të ndryshojnë, por nuk zhduken. Pra kultura është ajo që i jep emër historisë dhe kuptim kohës. Dhe në këtë kuptim, çdo këngë, çdo valle e Bajram Shabanit është një dëshmi e gjallë e ekzistencës shqiptare në këtë hapësirë. Në kohën tonë moderne, kur bota lëviz me ritmin e teknologjisë, ne kemi detyrim ta ruajmë shpirtin që na ka mbajtur gjallë. Shteti duhet sigurisht ta mbështesë kulturën, por pa artistin as shteti nuk do kishte shpirt. Roli i institucioneve është që të krijojnë kushte që kjo trashëgimi të mos mbetet muze, por të bëhet frymë e përditshme e shoqërisë sonë. Ne kemi nevojë për më shumë hapësira ku fëmijët tanë të mësojnë se kënga popullore nuk është diçka që i përket së kaluarës, por një mënyrë për ta mbrojtur dhe ta mbajtur të ardhmen të ndritshme. Prandaj, i ftoj të rinjt të mos e shohin traditën si diçka të vjetër, si diçka të prapambetur, por si pasaportë shpirtërore për të njohur me vetveten. Të nderuar të pranishëm, le ta shohim këtë 80 vjetor si piknisje, sepse kultura e vërtet nuk plaket asnjëherë. Ajo rinohet me çdo brez që e ruan. Në emër të institucioneve, në emër të qeverisë, në emër të respektit mbi gjitha të artit dhe për shpirtin e këtij populli, ju shpreh mirënjohje të thellë për kontributin, pasionin dhe besimin tuaj në vlerat tona kulturore. Urime këtë 80 vjetor, lavdi shoqatës Bajram Shabani, ju falemnderit gjithëve. Faleminderit zoti Arben Fetaj. Tani për një fjalë rasti ftoj edhe deputetin e popullit doktor Ilir Hasanin. Të nderuar të pranishëm, të nderuar bashkëqytetarë të mi, kumanovar, qytetarën gradonačelnik, nderuar zëvendës kryeministër, qytetarë prezidentë në Sovjetet, të nderuar këshilltarë të posë zgjedhur të komunës së Kumanovës, s'pari ju uroj ditën e qytetit. Dhe pastaj dua të kthehem në 80 vjet. Momentalisht janë ato më shumë se 3 gjenerata të cilët shoqata Bajram Shabani po i përcjell. Është shqetësuese kur e përmendim çka do të thotë 80 vjet. Gjyshi im i ka pa veprat e kësaj shoqate. Baba im është rrit
në veprat e kësaj shoqate. Unë edhe Dritani, si kryetari i kësaj shoqate, po kënaqemi dhe çdo ditë po e mbushim veten me kulturën tonë kumanovare me të cilën ne krenohemi. Emri Bajram Shaban, për fat të mirë, unë kam kryer shkollën fillore në Bajram Shaban. Dhe sot dua të ndërlidh me djalin tim të vogël, venim për në Kumanove dhe tha, bab, kur tha s'm ke quthat që e shkolla juv, ku është e shkolla Bajram Shabani. Bajram Shabani mu më asocion dhe dua këtu në këtë foltore të përkujtoj profesorin ton të ndjerë, drejtorin e Bibi, i cili për fat të keq nuk është këtu me ne dhe sigurisht se do ishte qenë shumë i lumtur që ta festonte këtë 80 vjetor. Ju përshëndes të gjithëve, ekipit organizator i dëshiroj një event të begatshëm të 2-3 ditët e ardhshme. Ju falenderoj për fjalën që më dhatë dhe të gjithëve ju uroj një vikend të mirë. Faleminderit. Faleminderim doktor Ilir Hasanin. Tani ftoj edhe kryetarin e komunës Kumanovës, zotin Maksim Dimitrievski. Го поканувам градоначалникот на Куманово, господин Максим Димитриевски. Повелете. Почитуван министър във влада на Република Македония, почитувани членови на парламентот, председателка на Совет, членови на Совет на Община Куманово, представници на институции на локално и централно ниво од Община Куманово и Община Липково, представници на бизнес заедницата, почитувани дами и господа. Во мое лично име, во име на сите граѓани на Община Куманово, пред се сакам на председателот на културното уметничко друштво Бајрам Шабани да му го честитам овој голем јубилеј и да му посакам уште многу успеси пред него, вклучувајќи ги и сите членови на оваа културно-уметничко друштво. Воедно да им порачам да бидат горди на името кое што го носат. Ние во Општина Куманово името Бајрам Шабани го користиме за обединување. Тоа име ги обединува покрај сите албанци, со истите и сите македонци, и турци, и роми, и власи, и срби, и сите останати етнички заедници. Бидејќи истиот го дал својот живот во борба против фашизмот, заедно со своите соборци на многу млади години. Не случајно денеска во Куманово една од најбитните улици во градот го носи неговото име. Едно од најстарите училишта во градот исто така, а дополнително и едно од најзначајните културни уметнички друштва, кои што ние ги имаме и ги негуваме во нашиот град. Овој јубилеј денеска не е само бројка. Истиот представува континуитет и упорна работа на поединци, луѓе, ентузијасти, кои што ние од помладите генерации многу малку ги знаеме, но многу имаме слушнато за нив. Во ова културно-уметничко друштво се имаат вградено голем број на генерации, поминале голем број на млади луѓе, чија што единствена цел била да се сочува културната придобивка на граѓаните од албанската етничка заедница, која што била и е овде на овие простори. Дополнително во тие време на некогаш народност, денеска етничка заедница, но сепак дел од еден народ кој што функционирал и се уште функционира и обстои на просторите на Балканот, каде што сите ние сме мешани. Јас како градоначалник, локалната администрација, во рамките на овие ноемвриски денови кои што се исклучително битни за нашиот град, бидејќи
За неколку дена го бележиме најголемиот празник на градот 11 ноември, денот на ослободување. Сме горди што токму во рамките на ноемвриските денови одбележуваме еден ваков голем јубилеј, кој што дополнително само покажува дека живееме во една мултикултурна општина, каде што се негуваат правата на сите етнички заедници и каде што сите, апсолутно без разлика кој каков сме, се почитуваме и вреднуваме помеѓу себе. Општина Куманово ќе продолжи во тој дух да ги поддржува сите активности на сите наши културни уметнички друштва, кои што со внимание ги следиме и секогаш се радуваме на секоја една манифестација која што е под нивна организација. Јас лично посакувам на ова културно-уметничко друштво да продолжи да расте и да се развива, достоинствено да го представува и нашиот град, и дома, и во странство, и нашата држава Република Македонија. Многу пати сум горд, не само на Бајрам Шабани, туку и на сите останати културно-уметнички друштва во градот, особено во моменти кога се одржува она фолклорна смотра во градот. Меѓународниот фолклорен фестивал, каде што ние како град со својата шареноликост и колорит, кој што не обединува, го представуваме тоа што го имаме, а тоа е соживотот, взаемното почитување и помеѓусебно вреднување. Затоа во оваа прилика, пред се, сакам да се заблагодарам до сите оние кои што се имаат вградено во оваа културно-уметничко друштво и на членовите на нивните семејства, на сите пасивни и активни членови на истите, а особено на оние најмладите кои што ја продолжуваат традицијата на културно-уметничкото друштво Бајрам Шабани. Нека ви е среќен јубилеот и да се гледаме на уште многу такви во иднина. Ви благодарам. Благодарам господине Димитриевски, фалемнderit зоти Димитриевски. Në ndërkohë ka rritur edhe një telegram urimi për shëndetës, edhe atë nga një ish kryetar i cili është në moshë të shtyr dhe falë Zotit është gjallë dhe ende produktiv, nga profesor doktor Ramiz Abdyli nga Prishtina. Ta ndjekim në vazhdim. Të nderuar anëtar, artist dhe miq të shoqërisë valleve dhe këngëve Bajram Shabani. Në këtë ditë të shënuar në 80 vjetorin e themelimit të shoqërisë suaj të nderuar, më lejoni që ju përcjell urimet e mia më të përzemërta për këtë jubilej të madh kulturor. Në pamundësi të prezencës sime fizike, por me mendje dhe shpirt jam aty pranë jush, duke ndarë emocionet, kujtimet dhe krenarin për këtë rrugtim të mrekullueshëm artistik. Vitet më të bukura që ende mangrohin shpirtin dhe zemrën në pleqerin time janë ato kur shërbeja si profesor në gjimnaz dhe si udhëheqës i shoqërisë së valleve dhe këngëve Bajram Shabani, vite plot pasion, energji, art dhe dashuri për kulturën tonë popullore. Shoqëria juaj është dhe mbetet një simbol i gjallë i shpirtit shqiptar, i trashëgimisë son të pasur dhe i përkushtimit për ta ruajtur e përcjell atë brez pas brezi. Uroj që ky përvjetor të jetë një frymëzim i ri për të vazhduar me të njëjtin zjarr e përkushtim rrugën e bukur të artit dhe kulturës son kombëtare. Ju përgëzoj nga zemra për punën tuaj të palodhur, për shpirtin tuaj krijues dhe për kontributin që jepni jetës kulturore të tokës të rajonit të Kumanovës. Me respekt e mirënjohje, Ramiz Abdyli. Edhe ne nga Kumanova e falenderojmë Zotin Ramiz Abdyli dhe e falenderojmë për gjithë atë aktivitet që ka bërë në moshën e tij më të re me aktivistët e asaj kohe.
Të nderuar mysafir, për dallim nga akademitë tjera, kur mbaheshin fjalimet të gjata, ne si këshill organizativ përzgjodhëm që aktivitetin e 80 vjetorit të shoqërisë sonë ta përmbyllim, të rrumbullaksojmë në një dokumentar televiziv të përgatitur nga unë si autor dhe televizioni Festa, kushtuar 80 vjetorit me titull 8 dekada shenjë apo gjurmë. Ju dëshiroj shikim të këndshëm dhe shpresoj se edhe ju do t'i shijoni të gjitha ato aktivitete që gjenerata tona brez pas brezi, si që tha dhe doktor Iliri, gjyshër e babalar e gjem e nipa sot, ne të gjithë i kemi shijuar, por të rinjë sot ishen. Shikim të këndshëm. Tetë vjetë më parë, kur ajrit akoma i vinte era barot, në Kumanoën e sapo shliruar, me njëherë pas lutës së dytë botërore, të rinjët shqiptar, zejtar, bujq e nxënës, kishin ndërmarrur iniciativën për themelimin e shoqërisë kulturore artistike, të cilën do ta pagzonin sipas emrit të heroit të popullit Bajram Shabani. Në shtypin e kohës, saktësisht në gazetën Flaka Vllazërimit në një shkrim do të shkruante se në sallën e shkollës fillore Bajram Shabani në praninë e mbi 300 shqiptarëve fjalimin mbi rëndësinë e themelimit të shoqënisë e mbajti Abedin Aqifi me theks ngritjen e nivelit kulturor të shqiptarëve aso kohe. Më pas thuhet se në këtë mbledhje zgjedhur kryesia e shoqënisë me në krye kryetarin e parë Abedin Aqifi, anëtarët Abdullah Shaipi, Abdullah Osmani, Rakip Rexhepi e të tjerë. E dalur nga gërmadhët e luftës së dytë botërore, shoqëria kulturore artistike Bajram Shabani ndër dekada do të ngritet në një tempull të vërtet të kultivimit dhe ngritjes së kulturës shqiptare me përmasa edhe për te i kufive shtetëror. Për këtë flasin sukseset e shumë numërta që nga ditët e para me valltarët e parë si Evzi Kaleshi, Kadri Axhoku, Caf Seferi e të tjerë, të cilët ishin prezent gjithkund me mjeshtrinë e tyre në interpretimin e valleve të burrave e deri në ditët e sotme kur antarët e ansamblit të këngëve dhe valleve Bajram Shabani me ftesë të organizatorëve janë prezent në festivale të ndryshme botërore. Si lindi, si u rrit e si u zhvillua kjo shoqëri, flasin protagonistat të cilët mbi supet e tyre bartën të gjitha aktivitetet për 8 dekada me radhë. Unë jam inkuadruar në shoqërinë kulturore artistike Bajram Shabani viteve të 60-ta, pikërisht si nxënës i shkollës normale të Kumanovës. Kryetari i shoqërisë kulturore në atë kohë ishte Demir Aqifi. Atëherë kishin mësues të shkollës fillore Bajram Shabani, mas shumë të ishin mësues që neve i njihshin, edhe domethënë ajo na afroi. Po me atë që kishte nevojë atëherë, domethënë t'i afrohemi shoqërisë, sepse motivi ishte ajo që kishim një mandolinë dorë. Në orkestër të mandolinës ka qenë, atëherë kur kemi ardhur neve të them se mësuesi Hafez Zafozi binte gitarës. Domethënë kishte gitarë dhe i binte. Por ja trashëgoi shumë shpejt pak se edhe mosha atij ishte mësuesi Xhem, vllau të vet, Xhema i Latifit. E prej instrumentalistave tjetër kishmi Nexhat Rushitin me violinë. Ajo orkestrin pati këtë formacion të dhemi, 2 mandola, edhe ishmi 5-6 mandolina. Solist ishte mësuesi Ramez Latifi. Këngëtarë si solista, atëherë Recep Shakiri ka qenë Idris Jashari, dikur ma vonë edhe motrat e Jasharit, 2 motra. Shpesh e kemi pas, zman pa e përmend, edhe Ismet Veseli ishte musafiri i shoqërisë tonë shpesh. Këngët që kemi interpretuar dikur edhe u ndalun. Për shembull, Bili Gjende Kastriotit, kënga për Skënderbeun, këngë
Mas shumë ti këndova që kanë patriotike në atë kohë. Unë që në moshën më trek, si klasa 7 kam qenën, bisha violinës dhe ju shkojsh në mrapa orkestrinës normalistëve, që e patën themelu viteve të 60. Pastaj 69-ën ushtarë shkova në 70-ën, si u ktheva prej ushtrijës, vendosëm me transferu komplet orkestrën e mandolina, mi hek prej përdorimit dhe mi aktivizu instrumentet pak më bashkohore për shoqërimin e këngëve popullore. Për fillim ka qenë pak vështirë se mungonin instrumentistët. Unë e mora violinën edhe në gjati i Mulla Zeqirit, në violina. Pastaj ardhen Naimi edhe Luani prej Prizrenit edhe këto kryen shkollën e muzikës, njeni e mur kitarën, Naimi violinën. Pasi e mur violinën Naimi për me themelu orkestrën, na mungonin klarinetist shqiptarët e rëskishte. Mas një viti 2, unë u transferova në harmonik, edhe ashtu orkestra mur një formë të kompletuar, përfshim violinat, kitare elektrike, kitare ritëm, 2 defa i kemi pas që shoqëronin këngët, harmonika dhe klarinet. Do thot komplet orkestra, 2 vite kemi qenë komplet ashtu, pastaj gradualisht në roheshin, pas një kohë e erdhe dhe Ulusi Shabedini, Ulusi, ju bashkan gjithë, der ka vitet 80 funksiononin në këtë mënyrë. Këtu du të cekë edhe një moment se meritat më të mëdhaja për me majtë ritmin në kontinuitet aktivitetit shoqërisë, merit ka mësues Idem edhe mësues ka Besa Osmani. Ato me të madhe u angazhun, njëri me anën organizative, mësues Idem, kurse mësuesja Besa mur përsipër me mbledh vajzat. Kryetar u angazhun për me mbledh antar të ri, mësuesja Besi për uni në Nxans, prej shkollës 28, gjimnazit fillun me ardhë, edhe një vit e kemi pas edhe grupin vallëzues të femrave. Të ardhona nuk kemi pas shumë, përveç autobusa edhe me shumë vështirësi, ne i sigurojshin me shku atje se shoqëria shumë pak ka pas, pare e hiq, shumë pak. Garderobën ne e qepëm në Prizren, shku një uniform shumë mire, patëm një garderobë. Të ne fillu me dhe instrumente, ka dal, jo një harmonik, një kitare, me blesa, kishme mundësi se në vërtet ishte pak vështirë në atë kohë. Dvish deri të hollat për me funksionu. Unë si profesor e gjuhës shqipe, në shoqërinë kulturore artistike Bajram Shabani, jam inkuadruar që nga viti 74-75, i shekullit të kaluar kuptohet. Në fillim isha me grupin letrar dhe recitues, kurse me grupin dramatik kam filluar që nga viti 79-80. Gjatë vitit 79-80 kemi pas përgatitur dramën nga Koljakova, Toka jonë. Dramën e dytë kemi pas përgatitur dramën Halit Gashi nga Xhemil Doda. Këtë dramë e kemi shfaqur më vitin 1982. Dramën e tretë, Buqitje Malish nga Murteza Peza, e kemi përgatitur më vitin 1983. Tek drama Të shpëtoj shpresa nga Emanuel Rable na ka pas ndihmuar Sefedin Nureddini, aktori ndjer, na ndihmonte edhe materialin e silte nga teatri i Shkupit. Me këtë dramën Të shpëtoj shpresa, për herë të parë e kemi shfaqur në Shkup edhe pastaj tek publiku i Kumanovës. Në këtë dramë kemi marrë pjesë në Koçan, në garat e republikane. Aty disa aktorë janë shpërblyer për rolet i kanë interpretuar. Kur kanë filluar me grupin letrar, gjatë vitit 74-75, llogaritet se grupin letrar e ka formuar profesor doktor Aslan Selmani, pastaj ka vazhduar Avnit Dehari, dhe kur ka shkuar Avnit Dehari ushtar, unë kam vazhduar punën e tij me grupin letrar.
Unë kam qenë antar në grupin, në orkestrin, edhe violinist kam qenë prej vitit 1978 dhe 1981 kështu. Edhe breset e mia që i kam më të mirat, ka qenë një koncert që patëm bajtë në Kaçanik edhe në Han të Elezit, me njerë mas protestave të Kosovës vitin 81 që unë bajtën. Me orkestrin e shoqërisë ishim udhëheqës ishte profesor Zedin Ismaili, violinist, edhe unë Agim Gashi. Harmoni ka qenë Gjemail Ismaili, Besnik Arifi ka qenë gitarist, tash nuk po më kujton krejt, defist ka qenë Hasani, ka qenë ky Qazimi dhe Qemali me klarinet kanë qenë. Unë kam fillu 1973 si fillorist klasa 7. Kryetar ka qenë injeri Sësidem Demir Aqifi, ka qenë nën kryetare, edhe sekretare nën kryetare ka qenë Besa Osmani, kurse me vallëzue ka qenë Agata Lat injeri, ai edhe koreograf edhe vallëzojke, Sherif Plesheva, kam vallëzu une, ka vallëzue Femi Jahiu, Necbedin Jashari, ishme një gjenerat e re, injeri Kenan Ahmeti, Mytat Zulfiu, ka vallëzu Nehat Abazi, dhe kemi qenë me të vërtet një grup jashtëzakonisht e mirë. Po në atë kohë kemi pregaditën vallat e Luginës, Kaladakut Kumanovës, zbashku me Luginën e Preshevës. Po, i ki lyshmi Preshevën, Valli Aron, e lyshmi Delia Gushën, Miratockën, po. Kanë vallëzu njërë frikë, njëri Kenan Ahmeti, ata nuk janë më në mesin tonë. Zikiria Kadriu, Mehmet Kadriu, vallëzon Hafez Ramadani, Mentor Zikiri, po Bexheti, Qani Bexheti, Adem Regjepi, Lulzim Agushi, që e lishova edhe për ndjerin Agën Shejp, edhe i ka qenë atë kohë vallëtar, edhe Shejp Agushi. Kemi morë pjesë në për shumë festivale, në për shumë koncerte. Një më kujtohet, nuk e harroj shpeshere e përkujtoj, në 78-ën kemi qenë Mitrovic Trinet, edhe ka qenë në festival mbarkombëtar kuadrët Jugosllavisë, pa Jugosllavisë, dhe natën e fundit në Zveçan me një restorant, kish pas një bazen të ashtu para të restoranti. Po, edhe fillun me na i lezu rezultatet, kur na shpallën neve të partë fitus, në 3 që ishmi, si kemi tjenë ashtu me robë, jemi zhytë në atë bazen tjenë ashtu, e kemi bo një gjesë shumë interesantë, dhe zunën vendin e parë. Erdhen gjenerata treja, me klarinet Iliri në këthuj prej Prishtinës, se ishte në ansamblin Rami Sadikun Prishtinë. Me ardhen e Ilirit, atëherë fillon të rritë, me të madhe me u bashkan gjithë shoqërisë.
mendoj se gjithë puna, sakrifica, dëshira, dashnia për muzikën, për artin artin përgjithësi edhe për qytetin tem, për popullin tim Kumanovën, për ata kom në sakrifis, kom në mund, kom deshi edhe natë jemi dikun me ungrit dhe një piedestal si gjithë qytetet e tjera. Atë nasha këshim prova, shku isha i ndëgjëshëm me knajtësi. Edhe paramendosha që si unë të futem në radhat e atyne. Edhe kështu që erdhë momenti kur Isa Fuzi ti tha dush me ardhë në shoqëri, bëhet pranimi i këngëtarëve të ri. Pastaj shkova unë, Salim Arifi, mas një kohë erdhë Hamid Sulejmani. Pre femrave, unë kur kam qenë atere, ishte Kadishja Azizi, kanë qenë dy kushërina, Shefidja dhe Halidja, po, Shadia ishte, Shadije Sinani, më duket asë i mbemnin. Ishte Lulja, këngën Trandafilin kur ta dhash, nga kujtohet e kënga. Ishte edhe Ajtenja. Koncerti i parë është mbajtë në shtëpinë e Armatës. Dola unë, ishta shumë i ri, mund të them 13 vjet, 14 vjet. Këngën më raktu bëre i miri, edhe dola si përmendori, ja kështu, do thot as lëvizje, as që as pak mendën në tekst, në ritëm, këndova atë këngë, u ktheva ato drill, e dikur Ristin Veseli tha Gagës. Për të prezentoje, do thot, udhëheci i programit. Brengat e shkollës, brengat familjare, ato i lenë krejt mbrapa. Je i publikut, del të qesh. Dhe kështu ato fjalën ati nuk jarrova. Kështu që fillova, do thonë, prezentimin e dytë isha më i lirë, edhe tash kam fjalë të mira nga gjithë kolegët e mi, po nga dhe muzicentët. Kam një qëndrim, po ashtu si që duhet në skenë. Unë si i ri, si fëmi, si antari i ri i shoqënisë Bajram Shabanit, jam qysh prej viteve 82, 83. Në atë kohë, kur unë jam antarësu këtu në këtë shoqëni, kanë qenë arsimtari isë, ka qenë Loni, Naim Latifi, Qemajlja si orkestër, do më honë që i majnë men, e si këngëtar ka qenë edhe Nura, une Naimi majnë men edhe atë Zejnepën, i kemi majtë një koncert të në teatrin e Kumanovës, edhe unë e pa të mësu veç kongën Popin Krushi të Rana Rejna në atë kohë, kongë që unë ka shumë. Edhe kur majtëm koncert aty, unë u pëlqeva nga publiku. Unë prej viteve 82-83, dhe në vitin 90, kam qenë shumë antari rregull në shoqëni. Kemi kalu, lloj-lloj, kemi marrë pjesë në përgarat që u mëshin në për Macedoni, për shembull, Prilepe, manastire, kemi marrë shumë venat e parë. Unë personalisht kam fillu prej vitit 74, po është edhe shoku im Naseri, zbashku kemi fillu dhe ma, prej 74 deri sot. Po, sigurisht ka pasë më shumë, Milaim Halimi ka qenën, aje edhe si instrumentist, por edhe si këngëtar ka qenë. Bile në atë kohë, unë isha në mosh pak ma të reja se Milaimi, a i binte Qiftelis, kurse unë këndojshë. Po ka pas edhe tjerë, ka qenën edhe një Ekrem Ahmeti i Llopatit, Naser Miftari, Neshat Miftari, Selamia Shari, Fazlia Shari. Mbaj men
koncertin e parë, shka kemi pas dhënë dhe kjo ka pas ndodhur pas 2-3 ditë pasi u pata kish në shoqëri, e patëm ndodhur llojan. Edhe prej atëherë deri në ditën e sotit, 74 deri në 2025 dhe ende antar shoqërisë. Kemi marrë pjesë në shumë festivale, Sveti Nikol, Prilep, Sharri këndon në Teto, në Manastir, në Kosovë, Mitrovic kemi qenë, në festivalin Hasim Prizren, Peshkopi kemi qenë. Unë personalisht si këngëtar, si vokalist, kam zonë vendin e parë bile diplom, më kanë dhënë Sveti Nikol, ishte festival ndërkombëtar, ati kam fituar diplom, si vokalist më i miri i festivalit. Po edhe në Tetov, në 94, kam marrë vendin e parë si këngëtar, si vokalist, po edhe grupi, normal edhe grupi, se kishte, në atë kohë, grupi folklorik ka pas më shumë antar. Kyqja eme, apo s'ka qene jo rastishme se pjesë përbërse e ansamblit apo shoqërisë kulturore artistike ka qenë babai dhe nana, që nga vitet gjenerata dytë, pra Pejman Osmani dhe Talat Osmani. Pra nana si filloriste është ky një ndër femrat e para në grupin e vallëzimit dhe babai një ashtu. Jam inkuadru vitet 78 si valltar i një valle, se unë ishe si valltar që në fillim në shtëpinë e pionierëve. Pastaj më morën kur ishi koreograf babai në Bajram Shaban, e vallëzova vetëm solo vallën e Shotës, vitet 78. Në vitin 79 inkuadrohem në orkestrinën popullore të shoqërisë kulturore artistike Bajram Shabani, në të cilën kohë ishte Zjedin Ismaili si udhëheqësi i orkestrinës. Në atë kohë ka qenë Besnik Arifi, Shenova Lyu, ka qenë Erol Vejseli, Eugen Zeqiri, Ilir Latifi, unë si fisharmonikist, Luan Rushiti, defist ka qenë Erkini pak, Erkin Vejseli, në Darabuk ka qenë Eroli. Me këtë 80 vjetor jubilar, unë mbushi faktikisht 27 vjetë, 25 vjetë, e më shumë. Unë jam antar në orkestrinën e ansamblit, diku kam filluar prej viteve 80-ta, më saktë vitin 83, kur i ndjeri profesori Luan Rushiti më mori dhe më kyqi në orkestra dhe prej atëherë jam antar aktiv, violinist. Ansambli nuk është vetëm një shoqëri kulturore, artistike, po ansambli ansambli është një familje e cila shpirtnisht na lidh shpirti i traditës, i muzikës mirëfillt popullore shqiptare. Si antari i orkestrës me një përgjegjësi të madhe me një përgjegjësi të plot mund të them se këta 20 vitet të fundit më saktë, orkestra ka qenë zemra rrahëse e këtij ansambli. Orkestra, përgatitjet që bëjmë për festivale apo për koncerte, i bëjmë me përkushtim, krahas të gjithë sfidave që i kemi normal, mos t'i numrojsh materiale teknike. Po, që shkollën fillore vllazërimi, atë kohë, kishmi të nxjerrin arsimtarin Zjedin Ismaili, me korin e tij filloi të punoj dhe na nxori si do muzicient që ishmi me talent për muzikë. Unë e mentor Mehmeti dhe Merita Mehmeti. Kemi pas shumë raste, ku kemi pas kështu vendin e parë. Kemi çmuar, domethënë, në bursat të
Turqisë, kemi qenë ka qenë një konkurencë jashtëzakonisht e madhe, se shumë shoqëri dhe festival ndërkombëtar, ka qenë Ballkanik, aty morëm vendin e parë, por edhe veçoj një në Kumanov, shtëpinë kulturore artistike, këtu kur morëm pjesë ishte edhe i ndjeri profesori Fari Beqiri, që na dha lavdratat më të mira që në atë kohë ishin, do më thonë ishte një profesor që din të vlerësoj. Edhe për neve si muzicient ishte ajo lavdrata më e mirë, ku edhe mu personalisht më veçoj si instrumentalist. Kjo ishte edhe një kënaqësi edhe më e madhe. Në fillim të viteve të 90-të të shekullit të kaluar, në Kumanov vije artisti i popullit, koreografi më i njohur nga Tirana, Panajot Kanaçi, i cili në bashkëpunim me koreografin e ndjer kumanovar Mustafa Bibi, sjellin ndrisi me vlera artistike në vallet e përpunuara. Për herë të parë në skenë sjellin edhe dasmën kumanovare, me të cilën shoqënia merr pjesë në festivalin Këngë Jeko në Strug. Që nga mosha e re, kur kemi hyrë në ansambël, koreograf kemi pas arsimtarin Mustafa Bibi. Me atë kanë qenë ushtrime dinamike, një ndër prej vallëve që njihet është vallja Tosk dhe Gel. Me shumë përkushtim, kemi bërë ushtrime të pothuajse të lloj-llojshme të vallëve që i përkasin zonave tona të Karadakut. Trashëgiminë e plot nuk mundemi të arrijmë si i ndjeri arsimtari Mustafa Bibi, mirë po munduhemi deri në një caktuar të arrijmë. Për shkak vallet janë çdo hap apo çdo veshje ka një kuptim të thellë, të cilët simbolizojnë një shpirt ose një traditë tonën. Maksimalisht munduhemi që të promovojmë vlera sa më të reja, sa më inovative në trevat tona shqiptare, ku edhe marrim pjesë në shumë koncerte të ndryshme. Edhe festivale. Që 14 vite jam pjesë e ansamblit Bayram Shabani, do të thonë prej në klasë të parë. Më konë pjesë e artit, kulturës, vallëzimit. Me të vërtetë është një privilegj shumë i madh, kënaqësi, skena, publika. Është një emocion i papërshkrueshëm, edhe nuk e përjetojmë besoj gjithë, e kjo është një privilegj shumë i mirë edhe shumë i madh. Me pjesëmarrjen në ansambël, na u ka dhënë mundësia të përkushtohemi dhe të japim diçka nga vetja për kulturën, për artin, me një fjalë për shqiptarët, si në valle, si në organizime, me një fjalë mi rritën, thash 14 vjet nuk janë pak.
falenderoj edhe këngëtarët, se nuk kam pritu kur, s'kam pritu kur i kemi thirrë ndonjë koncert, apo që kemi pas ndonjë festival dikun, kur nuk kam pritu të vinë. Edhe atë falenderoj shumë prej, domethënë të ndjerit Naim Latifit deri tash te i fundit, që është më i riu. Për mi bëhet gjallë këngët edhe vallet, vetëm ansamblet e shtetit që janë, domethënë ansambli Shota i Kosovës, ansambli Joni i Maqedonisë, ansambli i Shqipërisë, domethënë në baletit në Shqipëri, edhe ata, ne kemi qenë të vetmi të fillim dhe deri tash e kemi ruajtur për këtë, domethënë këtë fanatizëm që mos ta lëm artin tonë shkojnë me CD-ja. Valja të bëhet me CD, domethënë këngë çlohen me CD. Unë në vitet e 90-ta kam qenë valltar në ansamblin Bayram Shabani. Në atë kohë kemi qenë ajo pjesa e vrullshme ku bashkë me bashkëshortën që sot kemi qenë çifti grupit vallave. Mirë po, pas asaj, unë si kryetari edhe në vitin 2012, ku të gjithë shokët më dhanë përkrahje për të udhëheqë një ansambël si ky. Që atëherë, normalisht, aktivitetin që e kanë dhënë edhe artistat, valltarët, këngëtarët, instrumentistat, kemi arrit që të ansamblin Bayram Shabani ta bëjmë një nga ansamblet më të organizuar në gjithë trojet shqiptare. Jo rastisht këto që shihen prapa me janë dhurata dhe shpërblime dhe çmime të cilat i kemi marrë gjatë kësaj periudhe kohore, mbase këtu nuk arrim të shpalosim të gjitha, po besoj se artistët e ansamblit Bayram Shabani të gjitha këto i kanë meritu. I kanë meritu me një punë të palosme dhe pa kërcyshme, se i takon angazhimit individual dhe grupor. Mirë po, ne sot jemi para një evenimenti të rëndësishëm. Sot kremtojmë 80 vjetorin. Të e pas parasysh se ansambli Bayram Shabani 80 vjet nuk ka rastësisht, po ka ardhur në mbështetjen e shumë njerëzve, shumë grupeve, shumë individëve të cilët kanë dhënë kontribut të veçantë. Mu ngelet i përshëndes dhe t'i falenderoj nga zemra të gjithë, duke fillu prej kryetarit parë, që ka qenë Abedin Aqifi, deri te ata kur unë kam qenë antar, Destan Nuhiu, Recep Shaqiri, Selver Ramadani, në atë kohë, këta kanë qenë kryetarë kur kam qenë unë antar. Normal, këta kanë dhënë kontribut të veçantë. Po, sa kam njohuri, kontribut të veçantë ka dhënë edhe një kryetar tjetër, Mësuesi Dem, i cili ka qenë disa mandate kryetari i kësaj shoqërie. Kryetarë të tjerë ka pas mjaft. Shejb Saliu, Abdulmejid Osmani e të tjerë, të cilët nuk po më kujtohen tash ti përmend të gjithë, mirë po të gjithë ta kanë dhënë kontributin e vet, po normalisht disa kanë qenë të veçantë. Përpos kryetarëve të cilët kanë qenë të veçantë, ka pas edhe disa njerëz, individ, të cilët kanë dhënë kontribut të veçantë në shoqërinë, në ansamblin Bayram Shabani. Tu fillu prej këngëtarëve, Nureddin Fetau, Naim Latifi, instrumentistëve Lon Rushiti, pjesa e valleve e dramës, Qani Aliu, pjesa ku ka qenë më e vështira, grupi i grave dhe i vajzave të cilët kanë dhënë kontribut veçantë, mësusja Tevide, mësusja Bes, të cilët kanë dhënë nga vetja, nga shpirti kanë dhënë, folklori, Naser Miftari, Gjezmi Ramadani, Xaxa, edhe shumë të tjerë që unë nuk mund t'i përmbledh për një intervistë shkurt, e kjo është ai 80 vjetori edhe 80 vjeçarja e asaj që njerëzit kanë dhënë nga shpirti, nga zemra, shumë kontribute, cilë e din Vokri, të gjithë këta, domethënë, edhe valltar të tjerë të cilët unë nuk i njoh, po nuk mund t'i përmendi të gjithë ata kontributin e veçantë të cilin e kanë dhënë. Një person i cili është doyen i ansamblit është Mustafa Bibi,
i cili ka dhënë çdo sen, kontributi i tij nuk ka qenë vetëm se në valle, por ka qenë edhe në organizim, edhe në ide dhe në zhvillim të ansamblit Bayram Shabani. Mu nuk mbetet tjetër përpos gjithë qytetarëve të Kumanovës. T'ju uroj 80 vjetorin e këtij ansambli. Çdo familje, çdo njeri në Kumanovë, me një apo me një formë të tjetër, unë edhe në intervistat të tjera kam thënë, është i mishëruar me këtë shoqat, e cila ka qenë dhe është burim i kuadrove të shumë këngëtarëve, artistëve, të cilët sot janë në estradën shqiptare. Prandaj më lejo që të uroj të gjithë kumanovarët pa marrë parasysh moshën dhe gjinin urime 80 vjetori i ansamblit. Uroj që ky ansambël të jetë i përjetshëm në Kumanovë dhe të vazhdojë me aktivitete dhe me suksese, ashtu siç po shifet këtu mbrapa skena ime, që kjo dhomë, kjo sallë të mushet dhe të përmbushet me shpërblime dhe dhurata të cilët do të na i sjellin artistët dhe aktivistët e ansamblit Bayram Shabani. Sot, kur po shënon 80 vjetorin e themelimit ansambli këngëve dhe valleve Bayram Shabani, me të drejtë mund të themi se është shndërruar në një institucion të vërtet kulturor, nga i cili ndër dekada kanë dalur emra të njohur të profileve të ndryshme të artit muzikor, por edhe të atij skenik. Si shbanomi me t'pas nga çdo ditë e çdo natë, buzët me millan, oke si shko. Faleminderit, duar trokitje për të gjitha ata që për 8 dekada bartën mbi supe të gjitha aktivitetet, të cilët sot na bëjnë të ndjehemi krenar të gjithë shqiptarët e komunës së Kumanovës, Klikovës, por edhe më gjerë. U përpoqëm që brenda 20 minutave apo 40 minutave të ngërthejmë tër aktivitetin 80 vjeçar, ndoshta diçka kemi lënë mango, ndoshta diku kemi harruar diçka mirë, po profesioni është i tillë, nuk mundi diçka po blerim për 40 minuta të përfshihet, po natyrisht do të ketë edhe misione tjera. Të njoftoj se është në prag të përgatitet edhe një monografi kushtuar 80 vjetorit që nuk është bërë për dekada, dhash Zoti do të bëhet shumë shpejt. Pjesën e tretë do t'ju lodhim edhe pak, ja kemi kushtuar ndarjes së mirënjohje për ata që meritojnë jo vetëm mirënjohje, por ajo është vetëm një simbolik. Do të keni durim edhe pak dhe pas kësaj këtij akti do të kemi edhe një koktej për të gjithë mysafirët. Ftoj doktor Aganin që të merr fjalën. Faleminderit, mirëmbrëma edhe nga unë, mysafirë të nderuar. Pjesën e tretë të Akademisë Solemne e kemi rezervuar për ndarje të mirënjohjeve, protagonistëve kryesor, të cilët për dekada me radhë, brez pas brezi, ngritën kënd tempull të kulturës të quajtur ansambli këngëve dhe valleve Bayram Shabani. Shpresoj se kaluat mirë gjatë shikimit të dokumentarit 8 dekada gjurmë. Fillimisht, ftoj kryetarin e ansamblit Bayram Shabani që post mortem të ndaj mirënjohje disa nga kryetarët me të cilët edhe ka pasur rastin që të bashkëpunoj, si edhe disa aktivist që kur s'kanë kërsyer asgjë për avancimin e aktiviteteve të ansamblit tonë. Mirënjohje do të ndahen për Demir Aqifin, Destan Nuhiun,
Selver Ramadani, Recep Shaqirin, Zotëri Nexhat Aqifin, kryetar të Këshillit Organizativ dhe autor i dokumentarit 8 dekada gjurmë. Ilir Latifin, drejtor artistik i ansamblit të këngëve vallëve Bajram Shabani. Flamore Bibi, personi i cili për vite është kujdesur që të pasurojë arkivin e ansamblit me xhirime dhe montazhe të emisioneve të ndryshme. Nureddin Fetau, këngëtar që për asnjë çast nuk ju nda aktiviteteve të ansamblit tonë. Ju falemderit. Tani ftoj kryetarin e Këshillit Organizativ të ndajë mirënjohje edhe për ish kryetarët e tjerë, si dhe për antarët e Këshillit Organizativ. Ftoj familjarët që të marrin mirënjohje për Abedin Aqifi, kryetari i parë i ansamblit Bajram Shabani. Abdullah Osmani, Evzi Gjeladini, Evzi Mehmeti, Abdul Mejid Osmani dhe Ramiz Abdyli. Mirënjohjen e profesor Ramiz Abdyli do të aftoj të merë Ismail Gjeladini. Në vazhdim mirënjohje dhe për antarët e Këshillit Organizativ, Isa Afuzi, Ismail Gjeladini, Qani Aliti, Agim Gashi, Selajdin Musliu, Ajtene Ismaili Shahiqi, Lule Aqifi Latifi, Zejnepe Zymeri, Ganimet Ramadani,
Reshat Musliu, dhe Shadie Sejdiu. Ju falimderit, tani ftoj drejtorin artistik Iril Latifin të ndaj mirënjohje instrumentistëve dhe këngëtarëve të palodhshëm. Bekim Avdili, Bekim Avdili, Idaver Osmani, Adnan Yunuzi, Eugen Zeqiri, Arsim Ismaili, Besim Iftari, Bekim Iseni, Selavdi Sulimani, Lindita Porelko, Mehmet Bayrami, Hakim Asani, Maksut Maksuti, Salim Arifi, dhe Ismet Begjeti.
derisa po ndajmë mirënjohjet, dëshiroj të falenderoj Televizion Festa dhe Open TV që kanë mundësuar që përmes transmetimit të drejt për drejt ky event kulturor të ndiqet jo vetëm në Kumanov, por në Evropë, Amerike gjithandaj. I përshëndesim gjithë diasporan. Ftoj Isa Hafuzin të ndaj mirënjohje për Naim Latifi, Luan Rushiti, Mustafa Bibi, Besa Osmani, dhe Ulusi Shabedini. Tani ftoj Selajdin Musliun të ndaj mirënjohje për kryetarin Dritan Ramadani, të pazëvendësueshme. Erzi Kaleshi, Kadria Gjoku, Saf Seferi, Qenan Ameti, Zekiria Kadriu, Talat Osmani, Zekiria Kadriu. Dhe Pejmani Osmani. Shaip Aghushi, Hanımşah Yanuzi, ju faleminderit. Tani ftoj Agim Gashin, Ziadin Ismaili, Sadria Qifi, Bardhyl Jashari, Fatri Latifi, Nasser Miftari,
dhe Gjezmi Ramadani. Tani ftoj Qenia Alitin për televizionin Festa. Open TV. Dhe TVM2. Qamil Elezi. Kastriot Latifi. Shpëtim Mustafa. Gjezair Elezi. Sunaj Raimi. Afrim Emini. Betim Beluli. Bujar Bediu. Sokol Latifi. Enver Latifi. Bajram Mustafa. Rauf Abduli. Shadia Demiri. Florim Nuhiu. Dhe Gjezmi Ramadani. Për fjalë përmbyse ftoj edhe kryetarin e Këshillit Drejtues, zotrin Exhat Aqifin. Unë ftoj edhe Dritan Ramadanin së bashku ta përmbyllim. Para se ta përmbyllim, edhe njerë ju falenderoj që ishit pjesë e 80 vjetorit të shënimit pra të Bajram Shabanit. Kërkojmë ndjesë që pak u stërgjatë ky event, mirë po 80 vjet kanë kalu edhe natyrisht se falet gjithçka. Ju ftojmë një koktel, bashkarisht të bisedojmë edhe të... Ta vazhdojmë edhe atje festën, po një... Nështë ta kemi bërë dhe i lëshim, po na falë. Po njëkohësisht ju ftoj nesër mbrëma të vini në shtëpinë e kulturës në galla koncertin e shoqërisë Bajram Shabani. Shkoje ka fori, jam ka foli veç për ty. Zemrën ti ma ke rovenur, o sa forët e tu. Zemrën ti ma ke rovenur, o sa forët e tu. Gati çdo ditë e shtonat, buzët me midhat, o ke si shkat. Si shbanagi me t'pas nga çdo ditë e shtonat,
buzët me milan, o ke si shka.